special too. So I brought some guancs from the outer Guam Zoo. Ja, jo. Okej. Thash unë u bona gati. Dit, tash do të pak pushim. Unë u bona gati me bo ushtrime, thash ti edhe teshat, pse shikon bo gati tamam për ushtrime. Tesha tamam me ushtru. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Çush je? Mirë. A e mirë? A e një mirë. Çush është dita sot? Mirë? Mirë, super. Me ushtrime. Moti mirë, me ushtrime. Ti ç'sh po ndihesh? Ideale, mirë. Faleminderit. Rime, ti ide? Faleminderit. Veshta, s'pja ngreni veshta? Faleminderit. Vesh pak të qyri ma, është edhe dikush me uru ditlinin jashtë. Kush ka me uru ditlinin jashtë edhe është edhe Facebooku normalisht. Ta s'pë vesim sa me ati kase. Urime. Kërkesh, mirë, pështove mirë, po dhe më dorën e Po, lejtë, ja, pas t'i ngrem mirë, vesh. ma futi naj torë të kërkosh në ftyrë, mirë. Ja, torë t'ja kur del jashtë. Mirë. Dhe tutën të një që s'na kalëzër e shtrimët. A vazhdojmë? Vazhdojmë me ushtrime. A ki të nditën ditlinën sot? Po, të ditën, dhe në 12. Sot do të flasim për ushtrimet e barkut, apo rectus abdominis. Mona me thonë, nashta, për 90% njerëzë ose ma shumë ushtrojnë për këtë qëllim, për me pas një bark mirë, do të thotë me hek barkin, me pas barkin e kockë ata nej pse jo, po të hek, po, me mantia, që shpërkojnë. Kështu që normal që i ka shumë qëllime, se njerëz fillojnë me ushtrime, disa për me përmirësu sporte tjera, disa për me largu dhe probleme shëndetësore, po flas për shumicën, pse ushtrojnë do të thotë qëllimi i parë është valla barkun. Kam dëshirë me hek ose me përmirësu ose me ndrejt. Shumë njerëz menojnë që është shumë thjesht, po është seni ma i shtirë që i arrijet në këtë formë, ashta bash barku, ose pjesë tjera për shembull mund është mi vrejt, dur, gjoksin, kam, shpinën tu zhvillu, tu adin shumë let, po barki është shumë problem, se barki zhvillohet, forcohet mrena, po për me pas, për definimin po të barkut, atër nevojitet edhe dietë me majt ekstra, do të edhe kardio me bo shtes, do të me vrapu ose bicikletë ose cross trainer, varsisht. Do të është kogja një punë për me mri deri te barku i mirë, sepse shpesh njerëz thonë, cili ushtrim është më i mirë, që kë, edhe çto po bëj. Dhe mendojnë që më herë me çato ushtrim bën kockat. Po, do të është një rrugë pak me gjatë, sa i përket, tash nuk po du me hija në detale. Mas vështirë edhe me hek. Po, mas vështirë është edhe me hek, që ashtu sidomos pjesën e poshme. Po, sidomos pjesën e poshme. Këtu janë disa ushtrime që unë i kom ba, do të thotë kur avancohesh, duhesh me ba ushtrime me pesha, sepse edhe barku ka nevojë muskujt e barkut mu rrit, mu zhvillu. Jo veç mu forcu ose mu tonifiku, dhe të ka nevojë edhe mu zhvillu edhe muskujt e barkut në mënyrë që mu të pa kocka, do të six pack. Mu të pa, jashtë, preferohet që shpërshirë, do të unë e ku marrë ekstra pesh, në 5 kg, 7 kg, deri në 12.5 ose 15 kg shkoj, do të i vëndoj në kam, edhe i bëj, do të ushtrimet. Zakonisht përsëritje ma tolta, kur ki pesh ekstra, zakonisht përsëritje ma tolta shkon për shembull 20, 16, 12, nështë edhe veç 8 përsëritje. Edhe pse shumica menojnë që do çdo herë me bë 50 përsëritje, 100 përsëritje, nuk është e vërtet, sepse dosh me kombinu, dosh ka njerë me bë përsëritje shumë ma tolta dhe me pas rezistencë, do të thotë me pas pesh, në mënyrë që do të thotë edhe muskujt e barkut, njëjtë si muskujt tjerë që janë që zhvillohen, edhe muskujt e barkut ka mundësi mu zhvillua, do të thotë mi zhvillu, mi forcu. Këto që janë edhe të masat parandaluese, do të thonë edhe të lëndimeve, sidomos të shpinës, edhe që mos me pas, do të thonë, disbalans mes muskujve të barkut dhe shpinës që mos mu bo edhe krusja. Qashtu, është e vërtet, do të thotë nëse nuk i ki barkun e ushtrum, atëherë i bën presion shpinës, muskujve
poshtëm. Po, Do të është edhe shpinës. kundërta nëse se ki shpinën e ushtruma të ribën, do të Presion, thonë, në po, vërtet veç në shpina dëmtohet shumicën- nëse barku është më i ushtruma. Po, jo, në shumicën e rastet do të është barku është ai që është i dobët, sepse shpina është do të thotë pak më e fortë, edhe barku është ai që edhe ka peshë më shumë njerëz shton peshë ka ana e barkut, jo ka ana e shpinës, edhe bëhet ai disbalanci, pastaj ngarkohet pjesa kurizore, do të thotë ngarkohet pjesa e poshtme e shpinës shumë. Edhe kështu vjen deri te normal dhimbta, smundjet e ndryshme të shpinës, problemet, kështu që normal preferohet barkun me ushtru. Unë e preferoj 2 herë në javë, jo më shumë. Ka njerëz që ushtrojnë për ditë, unë nuk e preferoj atë ide me ushtru barkun për ditë me bo ushtrime shumë të lehta. Ti barkun si të Cristiano Ronaldo, normal si s'ki nevojë me ushtru për të ditë. Jo, po dosh me ushtru 2 herë, po me ushtru mirë, edhe muskujt e barkut kanë nevojë me pushu, janë njëjtë muskuj, sikur muskujt e gjoksit edhe durën, nëse dikush e ushtron gjoksat për çdo ditë, atëherë le të ushtron edhe muskujt e barkut, po unë nuk besoj që dikush ushtron gjoks 5 herë në javë, 4-5 herë në javë vetë gjoks. Kështu që unë shkoj me qatë ide se këta janë muskujt njëjtë, edhe do të thotë është mirë pak më rrallë me ushtru 2 herë në javë, po me ushtru me intensitet pak më të lartë, normal. Kur të formon veç barkun atëherë vjen edhe ajo pjesa tjetër që duhet dieta, duhet kardio për me pa krejt qatë punë, se do të thotë shtresa dhe amore ta mbulon krejt qatë punë që ti e bën me vjet. E ushtron, ta mbulon. Kështu që mas një kohë e man edhe një dietë caktuar, i zvoglon karbohidratët, hanë ma tepër protein. Edhe me dietë se është shumë vështirë më. Qashtu, bën kardio edhe vjen deri te një bark me six. Urime edhe një herë ditëlindjen. Faleminderit shumë që ke sot në studio. Faleminderit shumë edhe ju shikues nderuar me pa, domethënë çao me Nancy për barkun, domethënë që nuk është vetëm te ushtrimet, po edhe te ushqimit dhe te plotësave të tjera. E tash kalojmë në studion tjetër për Syt 7.